Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Qendra Rinore e Teknologjisë dhe Informacionit në Lushnjë po kthehet në një qendër të rëndësishme për aftësimin digjital të rinjve. Pajisen me certifikata të rinjt që përfunduan kurset e para. Qendra Rinore e Teknologjisë e Informacionit në Lushnjë po kthehet çdo ditë më shumë në një hapësirë ku të rinjt zhvillojnë aftësitë e tyre dhe përgatiten për sfidat e tregut të punës. Në një ceremoni të organizuar me këtë rast, kryetaria e bashkisë Riselda Sefa shpërndau certifikatat për të rinjt që përfunduan me sukses seancat e para të kurseve Marketing and Canva dhe Microsoft Office. Pjesëmarrësit u vlerësuan për angazhimin e tyre, ndërsa certifikatat shënuan një hap të rëndësishëm në rrugtimin e tyre profesional. Veprimtaria u shoqërua edhe me prezantimin e Glow Code, një nismë që synon të afrojë të rinjt me botën e teknologjisë, programit dhe inovacionit, duke krijuar më shumë mundësi për zhvillim dhe punësim në të ardhmen. Interesi i të rinjve për të bërë pjesë e kësaj qendre po rritet vazhdimisht. Çdo ditë gjithnjë më shumë të rinj zgjedhin të investojnë në njohuri dhe aftësitë e tyre teknologjike, të mësojnë, të bashkëpunojnë dhe të ndajnë ide të reja në një mjedis modern e kreativ. Qendra Rinore e Teknologjisë dhe Informacionit synon të jetë një pikë referimi për edukimin digjital të rinjve, duke i mbështetur ata me njohuri praktike dhe mundësi të reja për zhvillim personal e profesional. Laguna e Karavastans po përballet me një krizë të thellë ekologjike dhe ekonomike, pasi sasia e peshkut po bie nga viti në vit, duke rrezikuar jo vetëm peshkimin, por edhe shpendët e rrallë që ushqehen në këtë habitat. Laguna e Karavastans më e madhja në Shqipëri, me sipërfaqe prej 5300 hektarësh, nga viti në vit po humbet vlerat. Në këtë lagunë historikisht ka pasur një ndërmarrje peshkimi dhe kjo ndërmarrje po vjen drejt falimentimit. Organizata e mbikëqyrjes së peshkimit në lagunë jep alarmin pasi nuk bëhet fjalë vetëm për anën ekonomike, por mungesa e sasive të peshkut rrezikon zhdukjen ose largimin e pelikanëve, karabullskut, çapjeve, flamingove e shpendëve të tjera migratore që ushqehen në këtë habitat. Fiti Malko, administratori i organizatës, rendit një sër faktorësh, të cilët po japin efekt negativ, por në mënyrë të veçantë këtë vit. Si vjet ish viti më i dobët historik që ish parë këtu në lagunë. Dhe kushtet janë shumë, ish listë e gjatë po t'i fillosh. Fillojmë që nga juetia në det në kohën kur hapen dalanet, që është periudha e ripopullimit, e gjuhet në det gjuhet pa kufi. Me trata, me rjeta, me gjë që e pengon hyrjen e peshkut në lagunë që të ripopulloj lagunën. Se dihet se në lagunë nuk riprodhohet asnjë lloj peshku. Peshku vjen nga deti që riprodhohet në lagunë. Arsye tjetër. Janë dhe kushtet klimatike të modit. Bën ngrohtë në vjesht, freskohet, bën një nga arsyet. Janë dhe këto ndrimi i kushtet klimatike. Kusht tjetër është ujkëmimi jo i rregullt. Nuk ka një regjim hidrik të rregullt çdo vit që peshku të ndjeki rrugën e vet, siç e ka edhe të hyn lagunë që të ushqehet të rikthehet. Mafja e godllës është një faktor kryesor. Godlla është një paradhomë e peshkimit. Peshku vjen nga deti, hyn godllën e jashtme që e themi ne. Rri aty dhe nga godlla hyn në lagunë. Godlla është mathur me vite, janë vetë kushtet, si ta shpjegoj unë, proceset e klimës që mathin atë dhe godlla është e sekt dhe nuk gjen më peshku thellësi që të hy. Gjithashtu Malko bën apel institucioneve të cilat kanë për detyrë të mbrojnë këtë lagunë me vlera shumë dimensionale. Në këto kushte që është laguna, dhe gjitha lagunat e Shqipërisë mendoj, janë drejt shkatërimit, janë drejt degradimit. Po nuk u vu dorë me investimet mirëfillta, me mbështetje që të merret seriozisht për ujërat e brendshme, veçanërisht për lagunat, janë drejt shkatërimit. Me keqardhje them po njala është drejt zhdukjes. Qepulli që nuk do të di për kushte klimatike është drejt zhdukjes. Për peshqet tjerë nuk flasim më, që nuk ka vite që nuk i njohim. Që dikur ikte për eksport, ka vite që nuk i njohim. Ose zanjet pa përfillshme. Sikur të mos mjaftonin kushtet që kanë çuar në këtë situatë, prej 5 vitesh Gaforri është bërë armiku kryesor i lagunës. Nga vëzhgimi i bërë sot në Dajlan, gjatë vjeljes nga peshkatarët, nga 100 kg e nxjerrë, kishte vetëm 1 kg peshk dhe 99 kg gaforre.
Nëna e vajzës u dhunuar në Fier rrëfen kalvarin e familjes dhe kërkon drejtësi, ndërsa prindrit e njërës prej adoleshenteve të përfshira thonë se prej muajsh kanë kërkuar mbështetje për problemet e saj të shëndetit mendor. Mes reagimeve që ka sjellë ngjarja e rëndë e dhunimit të një 17 vjeçareje në Fier, kanë folur edhe prindrit e njërës prej vajzave 15 vjeçare të përfshira në këtë rast. Ata tregojnë se ngjarjen e kanë mësuar fillimisht përmes mediave dhe më pas janë shoqëruar në polici për të dhënë dëshminë e tyre. Me lot në sy, nëna e 15 vjeçare si kërkon falje publike vajzës u dhunuar dhe familjes së saj, duke shprehur keqardhje të thellë për atë që ka ndodhur. Prindrit bëjnë me dije se vajza e tyre është diagnostikuar 3 muaj më parë me probleme të shëndetit mendor dhe se prej kohësh kanë kërkuar ndihmë pranë institucioneve për trajtimin e saj. Përballë pamundësive ekonomike për të financuar trajtimin e specializuar, familja u bën thirrje institucioneve shtetërore që të ndërhyjnë dhe të ndihmojnë në kurimin e vajzës me shpresën se ajo do të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor dhe psikologjik. Të ndjes prindrit sa asaj gocës se sikur të më kishte ndodhur mua, jam shumë e prekur, sikur t'ja kishin bërë fëmijës tim, shumë e prekur do isha. Unë kërkoj shërim të plot për gocën, se kam me probleme me shëndetit mendor. Gjendje ekonomike nuk kam fare. I kërkoj ndjes familjes, asaj vajzës shumë, i kërkoj shumë ndjes asaj familjes, asaj vajzës shumë. Ndërkohë ka reaguar dhe nëna 17 vjeçare së dhunuar që tregon kalvarin një mujor që familja ka përjetuar që nga denoncimi i rastit. Sipas saj, vajza vazhdon të jetë në gjendje të rënduar psikologjike. Mes dhimbjes, nëna kërkon që drejtësia të veprojë me vendosmëri dhe autorët e përfshirë të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Kam një muaj që nuk vet gjumë në sy. Kur pash vajzën time të dhunuar nuk më mbante vendi me. Ndoshta dhe ato nena nuk din gjë. Dhe nuk dinin gjë, por çdo kush ta kthej thikën nga ana e tij. Çdo kush. Sepse unë ato fëmijë mezi kam rritur. E ushqej me pikat e qumshit. Ngrihet burri në orën 4 vete në punë. E më dhunon mua vajzën, si do t'jetë fëmija, nëse unë fëmin e kam të sëmur, unë dhe vete do t'a kuroj. Nëna e njërës për të që dhunon, e një dhunuese ka kërkuar falje, 100 herë falje. E di, po unë nuk mund të falj, sepse shpirti im e di se sa po e vuaj. Hiki qaj qeras, nuk qaj në sy të vajzave. Kam 3 vajza, njërën e kam 5 vjeqe, njërën klase 7, që ajo klase 7 lërë edhe dhe qanë. Ndoshta ato nëna nuk din gjë, por ju lutem të gjithave vajzave, sepse jemi femra. Mos të bëhet përsëritet kjo gjë që i ndodhi vajzës time. Për çdo femër, për çdo nën që unë nuk ve, kam 1 muaj nuk ve, gjumë në sy. Siguria ushqimore gjatë sezonit turistik ishte në fokus të takimit të kryeinspektorit Sula me inspektorët e Fierit, ku paralajmëroi kontrolle të shtuara. Kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula ka zhvilluar paraditën e sotme një takim me inspektorët e qarkut Fier. Në një deklaratë për mediat, Sula ka deklaruar se siguria ushqimore në qarkun e Fierit do të jetë në fokus të punës, pasi është një nga qarqet kryesore për prodhimin dhe përpunimin e qumshtit dhe nën produkteve të tij. Për shkak të rritjes së ndjeshme të numrit të turistëve vendas dhe të huaj gjatë sezonit veror që vizitojnë qarkun e Fierit përfshirë destinacionet si Apollonia, Bylisi dhe Ardenica, sipas tij inspektorët e sigurisë ushqimore do të shtojnë kontrollet në stabilimentet e përpunimit të qumshtit dhe në subjektet që tregtojnë produkte ushqimore me synimin që turistët të konsumojnë produkte të sigurta dhe cilësore. Qarku i Fierit ka disa stabilimente shumë të fuqishme për sa i përket prodhimit të bulmetit, pra dihet që Fieri është një qark i cili mban peshë specifike për sa i përket bulmetit, duke patur parasysh mbarshtrimin që ka të baktive të mëdha siç janë lopët dhe të prodhimit të qumshit jashtëzakonisht të madh, të sasisë të tij dhe të përpunimit të këtyre produkteve të qumshit, të cilët ka stabilimente që do duhet që inspektorati i AKU-s do duhet të ketë vigjilencë të shtuar
të shtuara përsëris, sidomos në këtë periudhë dhe të periudhës së turizmit, duke pasur parasysh dhe shtimin 4-5 fish të numrit të turistëve, qoftë vendas dhe qoftë të huaj, do të kemi një qasje të shtuar nga ana e KU-s për kontrollin e këtyre subjekteve me qëllimin e vetëm që të kemi rritje të cilësisë së prodhimit të këtyre stabilimenteve, që me qëllimin e vetëm që turistët të huaj dhe turistët vendas këtu, kur të vinë vizitojnë qarkun e Firit, të marrin produkte me cilësi të standardeve që i kërkohet. Kemi hyrë në një fazë që është kategorizimi i të gjithë subjekteve me origjinë shtatëzore, të cilët qarku i Firit ka shumë subjekte të tilla dhe përsëri po punohet fuqishëm nga KU-ja, pikërisht për certifikimin dhe kategorizimin e këtyre subjekteve. Sula pohoi gjithashtu se një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet edhe kontrolleve në subjektet ndotëse të naftës dhe kontrollit të pesticideve në hambarin e Shqipërisë si një problematikë nxehtë. Problemi të pesticideve, i cili është përsëri hambari i prodhimit të produkteve bujqësore, pra dhe blektorale, është të qarku i Firit, duke pat parasysh që prodhimi i shalqinit, prodhimi i domateve, prodhimi i të gjithë perimeve, që zë peshin specifike të prodhimit në gjithë territorin e Shqipërisë, pra prodhohen në Fier, që do të thotë kemi problematike për pesticidet, që do të thotë do duhet që inspektorati përsëri i AKU-s, i cili mbulon bimet dhe veterinaria, do duhet të jetë shumë e kujdesshme në kontrolle rigoroze dhe kontrolle të befasishme dhe të përditshme në mënyrë të njëtrashme për të bërë të mundur që këto pesticide të jenë në nivelin e duhur që secilit tregtohen nga grosisët e caktuar që marrin të gjithë fermerët dhe që të lutem dhe që do duhet që edhe vetë fermerët do duhet të kontrollohen që këto pesticide mos jenë në një numër që mbi përqindjet të cilit i takohen. Kryeinspektori përmendi gjithashtu edhe reformën në sistemin e inspektimit, duke bërë të ditur se është në proces riorganizimi i inspektoriateve. Sipas tij, struktura e re synon bashkimin e institucioneve me fusha të përafërta përgjegjëse për të shmangur mbi vendosjet e kompetencave dhe për të rritur efikasitetin e kontrolleve në terren. Babe Bir u dhunua në banesën e tyre nga një polic 6 muaj më parë. Altin Meçaj shprehet se prokuroria nuk më ka thirrur. Altin Meçaj, banor i fshatit Vjos në njësinë administrative Cakran, emigrant në Gjermani, ka dalë në një deklarat për mediat përpara prokurorisë në Fier, lidhur me ngjarjen e ndodhur rreth 6 muaj më parë, kur ai dhe babai i tij Ylli pretendojnë se u dhunua në banesën e tyre nga disa persona, mes tyre një polici operacionales në DVP Fier. Meçaj deklaroi se sipas tij prokuroria ende nuk e ka thirrur për të dhënë dëshminë dhe provat e reja që pretendon se disponon mbi çështjen. Ai shtoi gjithashtu se personi që sipas tij është i përfshirë në ngjarje është rikthyer në radhët e policisë së shtetit. Unë jam dhunuar në banesën time, brenda në banesë, nga unë dhe baba im nga një efektiv policie i quajtur Fredi Astrid Lamaj. Dhe e kam denoncuar në polici, edhe pas nesër kjo bën 6 muaj dhe nuk shikoj asnjë lloj lëvizje, nuk është marrë asnjë lloj mase, edhe një masë që është marrë paraprakisht ditët që unë kam qenë në spital, që ai është pezulluar disa ditë nga puna, është rikthyer. Dhe nuk e kuptoj se si është rikthyer, po e kanë rikthyer, nuk e di. Gjithsesi, unë kam dhënë një deklarat kur isha në spital. Edhe nuk më kanë thirrur me këtu, unë kam fakte të reja në këtë drejtim. Për arsye se mua më kanë ardhur në spital dhe më kanë kërcënuar që të tërheq denoncimin ose do më bëjnë mua denoncim. Edhe që unë edhe ky që i ka bërë është xhaxhai këtij djalit, Fredi Lamaj, quhet shkëlqim Lamaj. Edhe një mesazh tjetër, po nga xhaxhai këtij djalit Aranit Lamaj, që është në Gjermani, edhe ky person ka dërguar mesazh që unë të tërhiqem, e kupton? Unë kërkoj nga prokuroria se jam interesuar që të më marrin në pyetje edhe një herë. Tu jap faktet që kam dhe të di edhe unë se ku është kjo çështje. Në deklaratën e tij ai bëri dhe një krahasim me ngjarje të rënda të së kaluarës, duke përmendur rastin e ndodhur në Libofsh në vitin 92. Sipas tij, mosveprimi i institucioneve mund të sjellë pasoja të rënda, ndaj u bëri thirrje organeve të drejtësisë të ndërhyjnë sa më shpejt dhe të zbardhin ngjarjen. Një ngjarje që mos përsëritet më kurrë për arsye se të hysh tjetrit në shtëpi është diçka shumë e rëndë. Kjo ka ndodhur në Libofsh në 92-shin, edhe ata zotërin përfunduan litar mes Fierit. Unë këtë kërkesë kisha
nuk e di se sa se të them të vërtetë po ndihemi i zhgënjyer. Kam ardhur 2 herë, kam bërë kërkesë me shkrim dhe s'kam marrë asnjë lloj përgjigje. Deri në këtë moment nuk ka një reagim zyrtar nga prokuroria apo policia e shtetit lidhur me pretendimet e ngritura nga Altin Meçaj. I pyetur kryeprokurori i Fierit Helion Mustafaj ka pohuar se çështja është nën hetim dhe po shikohet me përparësi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë. Vetëvendosje merr 53 mandate. Kështu nis faza për krijimin e institucioneve të reja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatin e votimeve të 7 qershorit, duke mbyllur zyrtarisht procesin zgjedhor. Sipas rezultatit të certifikuar, lëvizja vetëvendosje ka dalë forcë e parë politike me 47.13% të votave, duke siguruar 53 mandate në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës renditet e dyta me 19.44%, 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 16.69% të votave, 18 mandate, dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 6.74% të votave, 7 mandate. Sa i përket partive të pakicave, lista serbe ka fituar 9 nga 10 mandatet e garantuara për komunitetin serb, ndërsa KDTP-ja turke ka siguruar 2 mandate. 9 mandatet e tjera të rezervuara për pakicat kombëtare janë ndarë mes 9 subjekteve të tjera politike. Ndërkohë brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë shënuar edhe ndryshime në përbërjen e grupit parlamentar. Kandidati për kryeministër i kësaj force politike Ardian Gjini, si dhe kandidati për deputet Daud Haradinaj, janë tërhequr nga mandati i deputetit, duke u lënë vend Bek Berishës dhe Burim Ramadanit. Me certifikimin e rezultateve përfundimtare, procesi zgjedhor konsiderohet tashmë i mbyllur dhe vendi hyn në fazën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kjo do të pasohet nga mandati i deputetëve dhe nisja e procedurave kushtetuese për formimin e institucioneve të reja dhe qeverisë së ardhshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.